Prej sa vitesh e konsumoje lëndet narkotike? Për afërsisht, vitet që edhe ti patjetër që mban mend. Që një periudhë thuajse mbi 15 vjet. Pra 15 vite në errësirën e lëndëve narkotike që patjetër të bën që të largohesh edhe nga gjëja më e rëndësishme, por dhe nga synimi që ti kishe. Edhe u desh thuajse një periudhë 2-3 vjeçare që unë të filloja të punoja me veten për ta pranuar që shiko se ti je me vërtet kështu, nuk mund të bësh dot asgjë. Nëse mund të marrësh edhe vetëm pak kohë me veten tënde, me një fjalë të përshkruash pikërisht këtë moment, pra këtë rrezë drite që ti pe në gjithë këtë errësirën që të përndoqi në 15 vite. E bëri të mundur për prek prap motra, nuk del asnjëherë jashtë kësaj interviste, ajo ishte piknisja. S'kisha besim, thash thjesht një po, do ta bëj këtë gjë. Çdo gjë gati, kisha lënë ditën e takimit, intervistën. E thash një po, thjesht vetëm për t'i bërë qefin motrës, po nuk isha pritshmëritë e vetja. Doja ta rifitoje motrën në farë forme me ponë që ti the. Por në fakt rifitove veten. Rifitova veten, motrën, gjithë familjen. Nëse do e quajmë, do caktoj një fjalë si do ta quaj këtë vit, do them mrekulli.